Kjo është gjëja më evidente. Edhe një pyetje e dytë, javën që vjen fillon rinumërimi i votave për Tiranën dhe Fierin. Ju si kryetari i një subjekti politik, keni pritshmëri nga ky proces? Absolutisht përveç transparencës, asnjë gjë tjetër. Jo. Unë, edhe njërë, e sqarova edhe dje, dhe ju lutëm, e sqarova edhe dje. Ky proces është nisëm e kandidatëve të veçantë, të cilëve ligji ju ka hequr të drejtën e mundësisë për të konsideruar në kërkesën e tyre dhe Partia Demokratike për hir të transparencës dhe jo për asnjë motiv tjetër, edhe një ju lutem, për asnjë motiv tjetër, ka vendosur të mbështesë kërkesat e tyre, sepse Partia Demokratike mbështet çdo kërkesë të çdo individi brenda saj apo në rastin konkret në zgjedhje që kërkon të rishoh votat. Kaq. Nuk mund të ketë, nuk mund të kem unë asnjë, unë a priori. Pra unë mbaj një parim, nuk bëj atë që bën ai tjetri, që s'lejon kur të votohet në parti dhe që pastaj nuk i lejon as të numërojnë këtu votat. Ja u çon mesazhin që ju të tillë të tillë, po e bëhet këtë tradhtar e kështu me radhë. Unë nuk e bëj atë. Jo, unë them transparenca dhe kërkoj mirëkuptim nga çdo kandidat, mos harroj, ne jemi Partia e Transparencës. Nuk pres asnjë, nuk merrem fare me çfarë do të paraqes. Jo.